Kulmi i gripit sezonal. 130 shtrime të rriturish çdo javë, 18.500 raste respiratore në javë. Gjyliqi, sistemi self-care jashtë funksioni, rreth 130.000 biznese të prekur. Instat aksidente të ulën me 17.5%. Vitin 2025, shumica u shkaktuan nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç. Vendimet e apelimit tatimor transparencë në shërbim të biznesit. Aksioni i KMT-s lë 10 familje në rrugë, qytetarët e Durrësit. Ne kërkojmë një zgjidhje të drejtë, jemi në mes të 4 rrugëve. Elbasan denoncohet zhdukja e një 62 vjeçareje, policia nis kërkimet. Emra transportonte emigrant drejt vendeve të Bashkimit Evropian, pra nga 38 vjeçarit dhe bashkëpunëtorit të tij në Tiranë. Liberacion, Ministria Virtuale Djella, krijuesit e saj hetohen për korrupsion. Transferimi i kadastrës së Vlorës, ASHK, procesi i ka nisur 5 vite më parë, qytetarët nuk penalizohen. Trafikuan 4 ton drogë në Itali, GKK dënon Mojsi Habilejn dhe Nazer Seitin, ja çfarë u vendos për 2 të tjerët. Detaje nga ngjarja në Shijak, 45 vjeçari i ngacmoi të dashurën, autori mori kushëririn dhe emrat tentuan të trafikonin drogë. Drejt Greqisë arrestohen 2 personë. Pamjet po hetohen efektivët civil, kapja e dëmiturit në protestën e Partisë Demokratike, autoriteti mbikëqyrjes policore çon në prokurori praktikën. Kodi penal mbrojtje apo cënim, Bino ngre alarmin, ndryshime ligjore lën gazetarët dhe aktivistët të pambrojtur. Unioni të përndjekurve politik nderon patriotët Di Bran në ditën botërore të Holokaustit. Shiste e kokainë arrestohet në flagrancë 41 vjeçari në Korçë. Plagosje me armë në Shijak u konfliktuan me 45 vjeçarin në kërkim 2 kushërinj. Çfarë bëndon në Fier, Shqipoja nxjerri me forcë një person nga makina. Të burgosurit korruptojnë drejtuesit për takime speciale. Zbardhët e raporti i SHKBB-s, Altin Doci doli disa herë gjatë periudhës tetor 2025 janar 2026. I burgosuri në Tiranë ndron jetë në korridorin e burgut. Për mbytjet banorët e Shkozetit, peticion bashkisë pastroni me njëherë kanalet kulluese. Në dogan Paletra, Ministria e Financave do të jepet fund dokumenteve fizike, krijimi i një platforme online. Nuk janë të sëmur, janë kriminal. Avokati kërkon dënim me vdekje për abuzuesin me fëmijët. Gripi në kulmin e tij, mbi 18.000 të prekur në javë. U aksidentuan në Kurbin 8 ditë më parë, ndron jetë i riu, familjarët kallëzojnë spitalin e traumës.
Ndarimi të zhvillimet nga politika. Gjykata kushtetuese i thot jo Beqajt, ish ministri i shëndetësisë, mbetet në qeli. Dedaj medjet sot, si në kohën e diktaturës, me censur dhe autocensur për shkak të modelit ekonomik që ato aplikojnë. Partia Socialiste ndryshon kodin penal qori. Ky dekriminalizim i pjesshëm i shpifjes për gazetarët e regjistruar i jep më shumë pushtet qeverisë. Dekriminalizimi i shpifjes, asimja qeveria e ka lëshuar dorën, nuk e kanë me merak nëse protestojnë ndaj këtij projekt ligji. Begaj mbledh trupin diplomatik, presidenti, Shqipëria si promotore e dialogut konstruktiv rajonal. OSB për kodin penal organizata, inkurajojmë dekriminalizimin e plot të shpifjes. Presidenti Begaj pret raportuesin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, presim raport objektiv. Gjykata kushtetuese kalon për shqyrtim mbi bazë dokumentesh çështjen e Salianit. Seancë me banorë të prekur nga projekti TID Durrës, Zhupa, ku vendi nuk detyron dot një institucion privat që t'i vinë dëgjes që kur ADF-ja filloi të fuste duart në pasuritë publike. Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Gazetari shpjegon dallimin midis antarësimit kulturor dhe teknik, jemi duke shkelur afat. Made in Albania, Ministri Ibrahimaj, 2026 sjell politikë të re industriale, do të nxisin prodhimtarinë vendase. Rama me bizneset eksportuese, Made in Albania pasaport për NBE, mbështesim certifikimet ndërkombëtare. Burg për parkimin dysh, Braçe nxjerr foton e shkelësit të parë, është pikërisht një makinë policie. Indonezia eksploron marrëveshje formale punësimi me Bullgarinë dhe Shqipërinë. Debate për projektin TID Durrës, Byllykbashi u zhduk identiteti i qytetit në emër të modernizimit. Më bën presion meta për vrasjen e Azem Hajdarit, mund të parandalohej, Fatosnano nuk donte. Instituti i Vienës Shqipëria do të ketë akses në tregun e BE-s pa të drejta politike për 3 vitet e ardhshme. Nuk hyet në Europë kështu, korreshi Gogut nuk e di toni që lushen ishte 4 orë pa drita mbram. Narkoshteti po shkatëron zgjedhjet, Berisha në Strasburg, të dhënat e Akshit po shkojnë te bandat kriminale. Demo, më shumë fonde për bashkitë që performojnë mirë, 2026 vit vendimtar. Ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara, takohet me deputetët e rinj të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, ja arsyeja. ADF bllokon dëgjesën për TID Durrës, Zhupa po cenohet interesi publik. Ilir Meta apelon vendimin për arrest me burg në QKK.
Foto, bordi i paqes në ex, i presim Shqipërinë si antare themeluese. Me vendim të kryeparlamentarit, kuvendi shtyn mbledhjen e Këshillit për Imunitet. Ndalemi të zhvillimet nga rajoni. Mardakos, vota e parlamentit serb për kufizimin e pavarësisë së gjyqësorit hap pas në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kushtetuesja e Kosovës, zgjedhja e Rashit si nën kryetari i kuvendit në shkelje të kushtetutës. Parlamenti i Serbisë miraton ndryshimet ligjore për reformimin e sistemit gjyqësor. Policia e Kosovës zbulon arsenal armësh, municion dhe uniforma të policisë serbe në Mitrovicën e Veriut. Foto dhe video, skandali roz trondit Malin e Zi, ndërheqje dhe hetime për zyrtarë të lartë pas publikimit të videove intime. Gjykatë masive me Serbinë dhe Bashkimin Evropian, 20 pikat kufitare të pakalueshme, ja harta e qarkullimit që shman tubimet. Manipulimi i zgjedhjeve në Kosovë, Ndemaku, pasi të mbarojnë hetimet, do jepet fund kësaj skeme. Koçiu me homologun Maqedonas, forcimi i bashkëpunimit policor, lehtësi për kalimet kufitare. Shpërthim tek Eprurës në Greqi, dalin pamje detaje të reja mbi shkatrimin e fabrikës biskotave që i mori jetën 5 personave. Bordi i paqes mirëpret Kosovën si antare themeluese e organizatës. Thellohet manipulimi zgjedhor, policia e Kosovës shoqëron 10 komisioner për falsifikim. Udhëtimi i fundit drejt Lionit, rrëfehet kushëriri i tifozit shqiptar në PAOK, që ndroi jetë në aksidentin tragjik, pas cili kishte lindur në Greqi i ati. Ndalohet një person nga Shkupi, u kap me 5 kg marijuanë. Dhunuan 17 vjeçare dhe publikuan videon në Instagram. Arrestohen 2 adoleshentë, mes tyre një 16 vjeçare shqiptare. Skandali që tronditi Malin e Zi, publikohen mesazhet në WhatsApp. Zgjedhjet në Kosovë, autoritetet kryen aksion malishev mbi dyshimet për manipulim të votave. Pas kontrollave nga policia, zbulohet drogë në burgun e Mitrovicës. Microsoft, 2 grupe hakerash rus, pas sulmit kibernetik ndaj OJQ serbe. Shqipëria dhe Mali Zi drejt antarësimit të pjesshëm në Bashkimin Evropian. Rishfet dhe keq përdorim i detyrës. Arrestohen 3 zyrtarë të komunës Prishtinës. Reagon Rama, askush mbi ligjin. Kurti dhe Hergris flasin për formimin sa më parë të institucioneve. Rute Vučić të mbaj premtimet
të dënojë autorët e Banjskës dhe sulmit ndaj Kforit. Vizita e delegacionit shqiptar me kongresistin amerikan Mustafa K-Self është patriot i shqiptarëve. Nuk e kam pritur politologu Koçi, manipulimi i zgjedhjeve është i turpshëm, Kosova mban epitetin për procese shumë të mira. Apo hyn Ballkani Perëndimor në garë për armatim? Bashkimi Evropian dan 171 milion euro për Ballkanin Perëndimor. Ndalemi të zhvillimet nga bota. Zhduket aeroplani në Kolumbi me 15 persona në bord humbon kontaktin 10 minuta përpara zbritjes. Tensione në Rumani pas aksidentit të Paokut, sulmohet kamera e një televizioni jashtë spitalit ku ndodhen të lënduarit. Donald Trump nuk i lyer më flokët, një lëshim ndaj moshës. Presidenti francez, tensionet për Groenlandën janë një zdim strategjik për Europën. Deklasifikohen dokumentet në Gjermani. Vladimir Putin e donte Ukrainën që në vitin 1994. Kallas propozon heqjen e vetos në Bashkimin Evropian. Unioni duhet mendoj si bashkësi, jo si shtete të veçanta. Tension në rritje mbi çështjen bërthamore. Trump ultimatumi Iranit e janë në tryez me marrëveshje, ndryshe më keq se Venezuela. Dyshoheshim për spionazh. Autoritetet turke arrestojnë 6 persona iranianë. Rënd humbi në dallgët e detit, gjendet trupi pa jetë i 13 vjeçares pas 3 ditësh kërkim. Avioni i Katarit me 104 persona në bord përplaset me shtyllën e ndriçimit aeroportit të Malpensas. Dilemë në administratën amerikane, Bilali, Kushner, Rubio dhe Vance në linja të ndryshme për lindjen e mesme. Pas arrestimit Maduros, SBA planifikon prani diplomatike të përhershme në Venezuelë. Studia godet Spanjën, mbyllen shkollat në disa pjesë të vendit. Kubilius, Europa është një gjigant i thjetur, të rrisim aftësitë tona mbrojtëse. Protesta në Minneapolis, Ministria e Jashtme Gjermane paralajmëron prodhimet drejt Shteteve të Bashkuara. Trump fton Shin në shtëpinë e bardhë. Britania e Madhe mund të përdori naftën e sekuestruar ruse për të ndihmuar Ukrainën. Kallas, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara ka ndryshuar. Europa duhet forcojë mbrojtjen e saj. New York, 10 ata arrestuar pas protestës kundër ICS. Bravo bashkon pasi në Gjermani gjykata shpall të pafajshëm 52 vjeçarin shqiptar i jep edhe do shpërblim. Shokon kryeministri slovak
Trump mu duke i rrezikshëm në takim, më shqetësoi gjendja e tij. Trump paralajmëron Iranin negocioni ose përballuni me sulm më të fuqishëm. Shira të rëmbyeshëm dhe era të forta, stuhia Kristin shkakton 2 viktima në Portugali. Turqia shmonton rrjetin e spionazhit të Iranit, faktin 6 persona të arrestuar. Rrota avionit të linjës Las Vegas-Londër këputet gjatë ngritjes, raportohet se gjatë uljes në aeroport nuk pati probleme. Në fund lajmi nga sporti. Champions League kualifikohen 8 skuadra, Reali, Interi dhe Juve shkojnë në play-off. Kupa e botës në futsal. Shqipëria luan në shtëpi, FSHF organizon në prill turneun para eliminator të grupit E. Real Marku premton rikthimin në ring nga Zoti sikur më parë. Sulmohet me thik një tifoz i Chelsea-t në Napoli përpara ndeshjes. Serie A, destinacioni i ri i Gjeron Bowie, Verona bën ofertë për sulmuesin e Hibs. Sterling largohet nga Chelsea me marrëveshje të ndërsjellë. Tyson Fury njofton rikthimin në boks. Daku më mirë në Rusi, trajneri Rubin Kazan flet me superlativa për sulmuesin e kombëtares. Analiza pse dhe si e fitoi Kosova organizimin e lojrave mesdhetare. E ardhjen dilem Trabzonspori s'ka vendosur ende për blerjen e kartonit të Ernest Muçit. Konfirmohet dëmtimi i Varellas, rrezikon edhe derbin me Juven. Torino bën gati ofertën për marrashkumbullën pas dëmtimit të Ismailit. Superior janë në statistika, Vllaznia ekipi që ka shënuar më shumë, Elbasani ka pësuar më pak. Si ndahet fati i ekipeve sonde, Genoa këmbgul për Kristian Aslanin, De Rossi e kërkon në skuadër. Interi rrezikon të mbas dy ansorët, Dumfries dhe Luis Henrique. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe vim pas pak në komunikim të drejtë për drejtë me ju. Mos u largoni. Minuta në komunikim të drejtë për drejtë me ju në këtë pjesë të parë, po themi kështu të bashkëbisedimin me ju deri në përfundim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëheni pjesë e programit. Ora juaj dhe për ditën e sotme jemi pra aty përmes numrave të kontaktit. Mund ta shkruani edhe në rrjetet sociale për çdo problem as shqetësim që ju keni, patjetër është e njëjta gjë në kuptimin e përcjelljes së problematikave, kështu që nëse nuk arrini do të na gjeni përmes numrave, jemi edhe aty. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Isha të bëj një pyetje. Po, patjetër. Kam gruan ka dalë para 3 vjetëve në pension. Po. Tani me këtë ligjin që doli për vitet, se atëre llogaritja e viteve beshe ndryshe. Tashi me këtë ligj që doli, sikur të bëj një rishqyrtim, bëhet Me cilin ligjin e luar? me këtë ligj që doli tashi që më 18 vjetë. Për ish kooperativat? Për ish kooperativa, po. Jo, nuk është për ata që kanë dalë pension. Vetëm për këta që dalin tani, Po, i nderuar. Faleminderit. Asgjë të lutem, nuk janë llogaritur të gjitha zonjës. Po atëherë që para 3 vjetëve doli. E kuptova. Në cilën ish kooperativ ka punuar? Në kooperativën bujqësore të Blatus. E kuptova. Mirë, nderuar, falenderoj shumë. Mirupafshim. Gjithë të mirat edhe për juve. Shkoj me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Urdhoni, ju dëgjoj. Jo. Vetëm me të se unë vëllësh si kam aplikuar. Nuk të dëgjoj mirë edhe një herë? Jam nga Kruja me numrin
992 në fond. Numri cili? 992 në fond. Po, më thuaj. Për punë listës, se do të persona. Do të vi përgjigja në Albania e ndëruar. Po, në Albania kam qenë, këtë 2 ditë ka që kam qenë. Do të vi, thash, përgjigja në Albania. Në rregull. T'jeni mirë. Faleminderit. Shko me tjetër, mirëmëngjes. Shlarguar. 7:32 ora, jemi në nisjen e komunikimit të drejt për drejt me ju. 068 60 54 639 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni ju lutem, mirëmëngjes. Alo. Urdhoni. Uleni zërin televizorit, zotri. Alo. Po, përshëndetje. Po, përshëndetje. Më dëgjon? Të dëgjoj. Ule zërin e televizorit, zotri, të lutem. Po, e ullë. Po, ju lutem. Flisni. Dëgjo. Alo. Po. Jam një ish minator. Po. Po, kam dalë në pension pleqërije të plot. Dhe kam 39.5 vite dhe nuk kam marrë shtetën e janarit. Po. Dhe që kërkojnë ndihmën tuaj. Kur ke dalë në pension, zotri? Jo, nuk kam i barabartë me gjitha ato minatorë. Kur ke dalë në pension, zotri? Në pension minatori në 2014, në pension pleqërije 2021. Çfarë pensioni keni ju? Kam pension të plot 241. Po, të plot. Po. Ku jetoni, zotri? Jetojmë në Sauk, në Tiranë, tash 30 vjet. Po pensionin si e ketë përcaktuar, urban apo rural? E thënë drejtën, jemi në farkë të vogël, në Sauk farkë e vogël, se di se kush i bje, rural apo... Nëse është rural i ndëruar nuk ju takon. Po mirë të gjithë të një kategorie janë me mua të plot pak të mbi 20 veta që kam kontaktuar të ish minator që janë dhe me pension shumë të lartë që unë dhe kanë përfituar. Nuk e di ku qëndron problemi. Shiko, rasti nuk i ngjan, po thash, duhet më përcaktor se çfarë lloj pensioni është. Sepse nëse ke rural, i cili shtohet me 10.000 lekë të vjetra, por për ata që e kanë më pak se 180.000 lekë pensionin. Po. Unë rritë përshime që janë këtu dhe kanë 280, 295, të gjithë kolekte mi, që kam ashtu dhe janë këtu përfituar, për se ndonë kjo paparëzi. Po, e ke ti në dorë të mas jaro se çfarë pensioni ke që të t'ja përgjigje në nuk? Unë pension të plot pleqërije, për shqis di që atë thëmë tjetër. Po pra, po rural apo urban, se kjo ka të bëj shumë. Nëse unë e di që në Tiranë, me që jam Tiranë urban, mos është edhe kjo qëndron. Po dakor, po duke qenë se ke dalë në 2014 në kohën kur njësitë administrative ishin ndryshe të ndara. Nuk e di se si e ke. Në 2014 pension minatori u ndërpret trajtimi veçantë dhe kalova në pension minatori që delet pak para kohë, aq sa papi. Pastaj pjesa tjetër unë dola në 2021 më kaluan në të plot, të më dhënë pa ndryshim, po ke kaluar pension plot, më thanë, dhe kjo mund ta kesh të plot, po mund ta kesh rural i dashur. Nëse ke rural dhe ke mbi 180.000 lekë nuk e merr. Nëse ke të plot urban, merr 18.000 lekë. Po, se di që thëmë, që gjithë këtu janë me mua, këtu që për rrethi, këtu banojnë edhe kështu janë edhe nga fshatrat tona dhe të gjithë e kanë, kjo më duke pabarazri, që unë se mora heret, nështë nuk ka kaluar, nuk jam i bindur shumë, se kam dalë, e kam marrë pensioni para kohë, një 10 ditë para kohë. Kur? Po s'ka lidhje fare, është alokuar që në... Se nështë nuk janë përpunuar, në janar. Mund t'jetë edhe kjo, por... Pa ma thënë se çfarë lloj pensioni është, unë ta jap definitiv një përgjigje, më kuptoni nderuar. Thash, po e ke pension urban të plot, do të bërë ndonjë gabim dhe do të rritet muajin tjetër. Në rast se e ke rural, nuk e përfiton se është për haku mbi 18.000 lekë të reja. Nuk e përfitoj fare. Nëse është rural, po nuk thash nuk e përfiton. Po, nëse rural nuk përfitoj fare. Jo, sepse ke mbi 180.000 lekë pagesën.
Mbi 180, po të shih. Nëse është rural. Me komunikimin që kanë bërë këtu, thashë kanë 290, 280, edhe kanë rural, edhe këtu kanë marrë, domethënë është pak e çuditshme kjo. Po i dashur, më dëgjoj pak i nderuar. Ti thua ata e kanë rural, domethënë ti për ata e di dhe nuk e di për veten tënde se si e ke, dhe ata nëse kanë rural nuk e përfitojnë dashur tani se kjo është. Me që janë nga zonat tona dhe banojnë këtu me mua. Nëse janë pjesë e kategorive përfituese, nuk janë rural ata, më kupton? Edhe ti nuk e di si e, nëse je urban i plot, do e marrësh në shkurt, se të jap do tjetër sjarim, më kupton se po e mbajmë linjën bllokuar. Shikoje te fatura e pagesës që ke marrë, ose në Jelbenia, se ndoshta aty e ke një përcaktim. Të falenderoj. Faleminderit edhe ty. Për telefonatë. Shkoj me tjetër. Është largu. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo. Urdhëro. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Dua të bëj një pyetje. Bëje. Po duhet ullë zërin e televizorit më përpara, a? Po, ta ullë zërin, dakor, se kam vajta një jam me zi u kap. Ja ku jemi? Kam punuar në punë shtetërore. Ullë zërin e televizorit, Zoj, se do të ambyll pastaj. Ja e ulla. Në zero, a? Zero. Bukur. Më thuaj. Kam punuar në punë shtetërore. Pas ca vitresh kam dalë invalide. Busha mosën në pensionit dhe kam dalë në 55 vjeqe. Po? Dhe aty kur kam marrë pensionin, nuk e dija se çfarë më kishin bënë, por unë beta invalide për gjithmonë. Tashi, këto vitret e invaliditetit nuk futen në pension? Dëgjoj pak. Ju jeni invalide nga sigurimi shoqëror apo nga bashkia? Unë jam invalide plot, invalide punës. Bukur. Dëgjoj pak e dashur. Vitet e invaliditetit llogaritin për efekt pensioni. Futin bashkë dhe vitret e punës edhe vitret e invaliditetit? Të ta them apo se do? Sa vite punë ke? Vetëm punë? Punë kam 19 vjet, afro 20 vjet në librezën që mora se pse libreza më shtiu. Ka problem tani 20. Okej, 20 vjet po e marri për ta kuptuar. Dhe invaliditet sa ke? Edhe invaliditet rreth 18 vjet. Atëre, çfarë moshe ke? Jam e madhe, u kam dalë në 2001, kam dalë në 55 vjeçe. Ti je me invaliditet tani, Zoj? Po, kam mbajtur invaliditetin për gjithmonë. Po pse të duhet kjo e pensionit tani? Po? Pse të duhet kjo e pensionit? Do aplikosh për pension? Po invaliditeti ashtu ma dhanë mua, do mbash edhe ashtu do mbaj invaliditetin. Po çfarë ma bën pyetje tani, ja njihet për efekt pensioni invaliditeti? Nëse ti ke mbajtur e ke bërë zgjedhjen. Po invaliditetin me kjo se të është invalide përfitoj në një diçka tjetër, kështu nuk e di edhe e mbajtëm. O Zoj, po a dëgjoj mua aty te ty apo jo? Po? A më dëgjon mua kur flas apo jo? Po të dëgjoj, po të dëgjoj fare mirë, se nuk të dëgjoj fort. A të flas tani? Fol. Atëre. Nëse ti e ke bërë zgjedhjen tënde për të mbajtur invaliditetin, përse të duhet nëse invaliditeti njihet apo jo? Po, duan të futen në vitre pune, se neve nga thoshin për para që dhe në qofë se je invalide. O Zoj, po ti e ke bërë zgjedhjen? Po, ato duhet të futen në pension. Po nuk të vlejnë, që do? Nuk vlejnë. A e ke bërë zgjedhjen, apo do aplikosh për pension tani? Shta aplikoj për pension, nuk duat të di, se ne nga thuesh për para që çdo invalid që del në pension, vitret që kanë që në invaliditet, i futen në pension, shtojnë vitet e punës. Po, e vërtet është, deri sa të plotësohet maksimumi. Po ti e ke bërë zgjedhjen? Po, zgjedhje kam bërë mua shumë kreu, Kempi. Ma dha 1/3/2001, 1/3/2001 për gjithmonë. O zonjë, edhe njëherë, ti e ke bërë zgjedhjen, në momentin kur ti ke plotësuar moshën për të dalë në pension. Do me thënë, nuk përfitoj gjë nga këto vitret e invaliditetit të futen në pension? Po të kishe dalë në pension, po? Në fillim, kur ke bërë zgjedhjen. Sa e ke invaliditetin, Zoj? Sa e ke invaliditetin sot? Invaliditetin, me gjithë shtesat e këto, 200 e sa. Qiko, aty është, edhe po të llogaritë me punë dhe me invaliditet, po kështu që... Po të futen e vitret e invaliditetit brenda? Po aty janë se... Unë dalë 38 vjetë pune, do me thënë...
komplet të gjitha punët dhe me çfarë pagesa ama? Se 38 dakord, po me çfarë pagesa? Mujore. Po atëre 5.100 euro. E shikon, kështu që mos ju fut fare asaj gjëje. Rri atë ku je se e ke më mirë. Mendoj unë, pastaj e ke ti në dorë. Po, për mua po. Mi faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty për telefonat. Shumë faleminderit. Të mbarë dash. Dhe para se të shkojmë me telefonues tjetër, jemi tek një ndalinje pensioneve, por kthehemi te pensionet private që besoj edhe aktualisht, por në një të ardhme të afër do të jenë zgjidhje përfundimtare dhe ideale për të gjithë ata të cilët kërkojnë të kenë një pension të mirë, të kënaqshëm. Thënë kjo, investoni paratë tuaja në fondin Sigal, por kur them investoni është investim për veten tuaj, ju keni një sasi parash që ju mbetet në fund të muajit, pavarësisht se sa mund të jetë ajo, nuk ka rëndësi. Nuk është se ka kufizime dhe limita aty. Dhe nuk i mban në shtëpi apo në portofol, por i depoziton llogarinë tënde bankare, të cilën e kenë 24 orë në telefon dhe e kontrollon gjendjen e llogarisë kur ti të kesh kohë të lirë, para pune, pas pune. Dhe do të shohësh aty që vërtet funksionon. Vërtet funksionon ajo që prej kohësh tashmë themi, dhe ajo që tashmë prej vitesh qindra, por pse jo dhe mira qytetarë janë bërë tashmë pjesë e pandashme e Sigalit, duke marrë pension në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra kanë kontribuar në vitet caktuara dhe sot marrin pension dhe kanë dy, pensionin privat, pensionin shtetëror. Me të parin, pra me pensionin privat, shumë herë 3-4 fish më i lartë se sa pensioni shtetëror. Mos e humbisni këtë mundësi, është ideale në mënyrë që ju të keni pensionin që dëshironi në një të ardhme, por pse jo? Ta merrni të gjithë të plot shumën e akumuluar ndër vite, dhe thoni që unë duhet të ndaloj dhe dëshiroj që kjo shumë të më kthehet së bashku me interesat, po e merr pas një lloj penaliteti. Pra si në formë pensioni, ashtu edhe në formë të menjëhershme me kthimin vjetor për 4,55% që është goxha e lartë edhe në krahasim me institucionet e drejtë për drejta financiare. Ky fond është ideal sepse mbi gjitha është fondi i trashëgueshëm, nuk humbet asnjëherë, vetëm shtohet çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit, dhe nëse ju keni grumbulluar një sasi caktuar parash për 15 apo 20 vite, nuk ju pengon askush që ta merrni atë mbrapsht menjëherë në rast se keni një shpenzim të caktuar. Dhe është ai shembulli që kemi vetë në dorë për përcaktuar pensionin. Nëse dikush do pension 500 euro në muaj, po them, të bëj pagesën aty për rreth 65 eurosh në muaj për vitet caktuara, dhe që është 3 fish më pak se sa në kushte normale e kontributit, pasi çdo para e kursyer është e pastër dhe ju nuk keni asnjë detyrim për sa i përket palëve të treta, të katërta dhe kështu me radhë. Telefononi numrin poshtë 069 40 61 438, por mos e ngatroni atë numër, është vetëm për fondin e pensioneve private në Sigal, kompani më të madhe në vend. Faleminderit Sigal, mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo. Urdhëro. Përshëndetje mik, se tash i kam marrë 2 herë në telefon e nuk po gjej dot zgjidhje. Më thuaj. Tani më kanë ngelur nana e bashkisë, nuk janë hedhur disa para. Yes. Dhe janë bërë me gjykat. Gjykata ka të vendim që unë t'i marrë. Edhe kanë ngelur të zyre për parimit. Po. Ka sot e ka 7 muaj nuk po i marrë dot. Të lutem ndihmo. Këtu në Tiranë jam invalidet. E kuptova. Po ta kam thënë përgjigjen gjithmonë i dash. Çfarë përgjigje? Unë s'kam marrë përgjigje. Nuk ju ndihmojmë dot. Po pse o të i ke o burin dhe se ti je fuqie madhe. I nderuar, faleminderit për konsideratën, por unë ta kam thënë, nuk mund të dalim tani në Tiranë dhe të ndalojmë përmbaruesit kush e ka këtë çështje. Ma thuaj kush e ka dhe ta telefonojmë, po unë nuk mund ta gjej. Po tani vëre për parimin dhe pranë bashkisë Tiranës. Po jo, nderuar. Faleminderit shumë. Ikim me tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Jam një qytetar nga Lezhë. E kam nusën e kam 60 vjeçë. Ka në me shumë fëmijë. Aha. Ka 11 vite punë shtet në ferme. Edhe shkoj të sigurimit të thonë nuk përfiton asgjë. A përfitoj gjën këtë drejtim. Sa vite ka? 11.
Jo, nuk përfitoni nderuar, sepse për të dalë në pension, që burr apo grua, duhet minimumi 15 vite. Po është nën me shumë fëmijë, ka 6 fëmijë. E kuptova. Nënat me shumë fëmijë dalin në pension të parakohshëm kur kanë 30 vite punë. Aha. Jo më pak se sa 30 vite. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni? Jam në telefonus në shërcyra. Kam dalë pension me vite të plota. Po? 20 vite punë, në 2017. Përfitojmë gjë në ato shtesat apo jo? Kur ke dalë në pension ti? Në 2017. Me sa vite? Me 20 vite punë. Me 40 vite? Po. Çfarë pensioni ke? Unë marrë me gjithë shtesën e dritave 222.000 euro. Je në qytet apo në fshat? Në fshat. Jo, nuk e merri nderuar. Nuk marrim jo. Jo. Faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Ditë mbar. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhë. Unë jam pësuar në Itali dhe desha të bashkoj vitet e punës me të Shqipërisë, të kooperativës në fjalë me vite Italijës për dalë pension parakohshëm. Edhe u interesova ke Albania, po nuk më njohin atë vulën e Albanias, atë shenjë nga botja fundit të arsive, provot. Çfarë do thonë? Atje në Itali nuk e njeh shteti italian. Se nuk është vulë me fjalë, nuk lexohet vula. Ta kanë dhënë përgjigje? Po. Me shkrim, a? Me shkrim, jo me shkrim, ka dhënë me gojë atë patronatit atje në Itali. Si bëhet kjo vulë këtë Albanias më burrë? Po nuk e di, është era e parë që dëgjoj këtë. Ase s'ke pas raste tjera. Jo, dhe më duhet që të pyes. Po që të komunikoj me vonë në ditë tjetër. Po, ja po shkruaj tani një mesazh që të... Rrosh. Faleminderit edhe ty. Faleminderit, mirëpafshim. Gjithë të mirat. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jam e personi që mora dje për ato ilaqet. Se jam bërë shumë keq. Nuk po më japin do ilaqet. Me rimbursim? Po, me rimbursim kam. I nderuar, po ai keni librezën, atë recetën? Po ne kam u gjitha, i kam u gjitha pa të thonë, nuk e di sa për të regjistri thonë. A, po, e mbaj mend. Shiko, do rregullohet brenda kësaj jave ajo. Ndjes. Se mendova se ishte rast tjetër, po folëm dje bashkë apo jo? Po, pra që fola dje me ty, se unë nuk kam asnjë ilaçe, kam 3 javë pa ilaçe. E di për zonat të paktën kështu më thanë. Po. Që është çështje ditësh për të rregulluar. Shpresoj sot, nesër maksimumi, nëse është. Edhe fundjavë pastaj. Shumë faleminderit. Të lutemi dashur. Faleminderit edhe ty. Mirupafshim, gjithë të mirat. Mendova se ishte rast tjetër. Faleminderit. Shkojmë me telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jam i telefon muzik mora par dje domethënë. Pretendoja për atë shtesën e pensionit. Po, ma kujto cilin rast të lutem, ku jetoni ju? Në Tiranë. Po. Dhe quhem Behar. Sa kishit pensioni ju, Behar? Sa kishit pensioni se na ka ardhur lista e plot? Pensioni që 267. Po. Me sa vite punë? Unë e kam me 38 e 4 muaj. Kur ke dalë? Në shkurt të 2024-ës. Në shkurt të 2024-ës? Po. Një sekund. Ku jetoni ju? Në Tiranë. Po. Për ta gjej pak. Te nuk more në janarë? S'more pra shtesë. Po se më duke se ka qenë pak më shumë se 38 e 4 muaj.
Një sekund. Mësë largo, ha? Po. Një sekund. E sigur që ke 38 vite? E 4 muaj. Shko, nëse është kështu sa më thua, do e marrësh në shkurt pastaj. Urdhë? Nëse është kështu si më thua ti, do ta marrësh në shkurt pastaj. Dhe më thënë, në 2024, në 38 vite ishte pensioni plot. Po pra, dhe nëse është kështu si më thoni ju, me këto vite dhe këto dhe situate, i bie që do ta marrësh në muaj shkurt. Po, për janarin, pse nuk e morë, po... Mund t'jetë bërë gabimi ndërruar. Ti sa i kishe pensioni dhe njëherë thej? 200 e? 267. Okej. Kam dalë me 200. Mund t'jetë bërë në i gabimi ndërruar. Edhe do i marrësh të dyja në shkurt pastaj. Pra, referuar asaj që ju thoni dhe nëse është ashtu si që ju thoni. Më kupton? Atëherë edhe një pyetje tjetër. Po, vetëm pak shpejt lutem. Po. Ime shoqi në prill mush 60 e 2 vjeç. Po, fol të lutem. Aplikoj tash për pensionin në rregull? Në rregull është. Dhe se pensionin ta marrë nga muaj prill, kuptohet. Po, kuptohet, po filloi aplikimin. Kur të dojë, si për para prillit, si mbas prillit, njësoj është. Kur ta shikoni ju të arsyeshme dhe kur të mundeni. Ke i Albania. Po, në i Albania bëhet aplikimin, gjithmonë. Mirë. Atëre shumë faleminderit dhe për shpat që të ka ky popull, se jeton bërë një ndihmë të madhe. Faleminderit shumë. Për mua, më mirë shko bëu drejtori i Institutit të Sigurimeve dhe jena në rregull me si popull, pastaj se ke një problemin konkretisht me këto përplasje. Mire ke, po s'ka vetëm probleme të tilla se. Pas sukses, faleminderit. Gjithë mirë, faleminderit shumë, faleminderit. Ditë mbar, kemi kohë për tjetër apo? Se di pse duhet ju pyes unë gjithmonë, po s'ka gjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Unë marr një pension 290.000 lekë. Po. Nuk na ka ardhur kjo shtesa që ishte për fol në janar. Po varet çfarë pensioni ke? Kur ke dalë në pension me sa vite? Pension pleqërit plot, 290.000. Kur ke dalë në pension, zotri? Në 2022. Me sa vite? Me 37 gjys. 2022-shin? Ku jeton? Puk. Në qytet apo në fshat? Në fshat Xhexha Puks. Nëse është pensioni rural, nuk e përfitoni nderuar. Po pse nuk e përfitoj? Se nuk dua unë, po kështu ka vendosur këta. Po jo, flasë unë kam shok mi që kemi punu një... Pensionet rurale janë... Pensionet rurale përfitojnë shtesë deri në 10.000 lekë nëse kanë nën 180.000 lekë të vjetra. Po, unë shok e mi e kanë marrë këtë 18.000 këshin. Jo, pensioni i plot urban. Po, jo fshat. Po jo pra tani, mos këmgull... Po unë jetoj këtu, unë jetoj me ta. Ti jeton aty, po ja kanë dhënë gabim pastaj nëse e kanë marrë, do t'ja marrin tani. Prap. Po nuk është ashtu. Ka dhënë gabim gjithë në fakt. Po nuk është ashtu ndër. Unë do doja të ishte ashtu, më vjen keq se di pse e keq interpretoni këtë gjë. Qytet, çfarë ndryshimi ka fshati me qytetin? Për mua nuk ka asgjë i dashur, po pyeti ata që e kanë vendosur kështu, se për mua s'ka asgjë. Po ku do të drejtohemi për vështirë? Po nuk. Po pra po, meqense nuk ju pëlqen sjarimi im, këtë po them. Jo, tash sjarimi jot na pëlqen nëse ti je njëshi për atë punë. Sepse u tha sigur për vështirë nëse. Po nuk ka pra sepse kjo është ligjore ndëruar. Do thënë është ligjore, nuk kupton. Deposta kam qenë. Deposta ta nuk dim gjë. Shkollë të sigurime shoqërore e ka Tirana, nuk dim gjë asnjë. Tash ti je Tirana. Ti je aty afër, ti i dashur. Mirë, ja të ta shpjegoj.
Pensionet urbane do të rriten me 18.000 lek. Pensionet urbane të pjeshme rriten me 8.000 lek. Pensionet rurale me 10.000 lek. Pensioni familjar me 7.000 lek. Dhe pensioni invaliditetit ule zërin me 6.000 lek. Televizorit ule zërin. Pensioni mesatar urban shkon 40.000 lek. Pensioni urban i pjesëm shkon 22.000 lek. Pensioni rural shkon në 180.000 lek, që besoj e ti të kjo kategoria dhe ti nuk jeme 180, po jeme 290. Pensioni familjar shkon 180 dhe pensioni invaliditetit shkon 300.000 lek. Më thuaj ti mua si mund të ketë marrë ai që ka rural aty, kur e përfitojnë ata që kanë pension deri në 180.000 lek. Si mund ta marrë ai, domethënë? Jo, ai e ka marrë se ka mbi 260.000. E ka marrë mbi 260.000. Dhe është rural. Rural. Nëse ai është rural, dëgjoj pak, po ta them publikisht, nëse ai është rural dhe ka këtë pension dhe ka marrë, ti për sa të kesh jetën dhe paç sa më gjatë e ke nga unë pensionin, 2 fish sa që ke. Jo, ne po bëhemi xheloz se shok po i marrin nesër. Por jo, pra e kanë marrë ata që u ka takuar o nderuar, se pensioni rural 200 sa më thua ti, nuk e përfiton se pragu është deri në 180, si e përfiton? Nuk e di, unë nuk e di që në 90, unë isha në aty të posta, bashkë me një shokimin që ka punu edhe ai me shtet, është qytetari Puks, nuk e përfitoj fare, nuk doli emri fare aty për të... Po, sepse, ndoshta ka qenë urban i pjesshëm dhe ka pasur mbi 220.000 lek. Jo, ka pas më tepër. Sa e kishte? Ka punu shofer në institucion. Po, si e ka pensionin? Në për institucionet atë saj kohë edhe tash në këtë... Po, me sa vite punë ka dalë në pension? Po, ka vite punë ai. Sa? Ka vite punë, sa i ka punu në shumë institucione, ka punu edhe me rrugën e kombit, ka punu në parkun e mallrave fushar, ka punu në eksporte. Vitet e funit ka punu 15 vjet në shëndetësi, shofer dritues. Ore sa vite ka, se unë s'do i bëj llogarit aty, po sa ka? I ka vite të gjitha. Sa? Mbi 38. Edhe? Edhe nuk i doli, tha, nuk e di ç'është bëj tani atë postë, mos më bëni gabim. I dashur, në rastin tënd, nëse je në këtë lloj situate, nuk është bërë asnjë gabim. Nëse je në situatë tjetër pastaj. Po mirë, po pse s'ka dalë 10.000 lekësh? Cili 10.000 lekësh? Mos s'ka dalë fare. Po pra nuk të takon asgjë më shpirt tani, çfarë të them unë? Sepse pensioni rural me këtë rritjen që do bëhet, do shkoj 180.000 lekë maksimumi dhe nuk shtohet më me këtë vendim. Pra, dikush që ka 170.000 lekë pensionin, 170.000 lekë të vjetra, i shtohet 10.000 lekë 180 dhe nuk i shtohet më me këtë ligj. Ata të cilëve u kalon 180.000 lekëshi në rural, që është budallik, mo dakord, e pranojmë të gjithë dhe s'biem dakord, por ama është ligjore kjo. Më kupton? Pensionet rurale do shkojnë deri në 180.000 lekë. Kush e ka më shumë nuk përfiton. E kupton? Po në sytë kemi të pi dhe mendjen, se tjetër ku nuk kemi derë ku të trakashe. Një mjafton sytë se mendja nuk më tu. Ty të shofim për balë, ty të shofim për balë direkt, çdo ditë. E kuptova, mirë, shikim të këndshëm. Ne çdo derë nuk publicitet vim pas pak në pjesën e tretë. Ne kthehemi në studion në pjesën e tretë të programit, vijon komunikimi drejt për drejt me ju, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, punë të parë. Faleminderit. Desha të pyes, për fëmijët që kanë linë jashtë shtetit, fitojnë bonus? Jo, nderuar, u bën mbi një vit që e kanë ndërprer këtë bonus të trajtim. Faleminderit, e kalosh mirë e punë të marë. Faleminderit shumë edhe ju. Ditë mbar. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo. Alo. Përshëndetje, Eklodi. Përshëndetje. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Të dëgjoj shumë dobët. Ule zërin e televizorit të më dëgjosh mirë. Jo, jam teren, nuk jam e djetë, jam teren, nuk jam të Ka zëra aty, kush e ka? Dëgjoj tani. Urdhër. Të shqetësova për të çështjen e këtyre bonus, jam një pensionist. Ha, më thuaj. Si janë këto rregulla, si janë, sa përjashtuar, sa... Po, ashtu është në fakt. Unë tani kam dalë 2020-ën. Më dëgjon? Dëgjoj shumë mirë. Në 2020-ën, janar 2020-ës. Jam një ish naftëtar.
Edhe sot marrin se 5.000 lekë. Me 36 vite punë. Po. Pse se përfitojnë? Tash jo se të kërkoj llogari sa, por informacioni që mund të dim shumë se unë. Ku jetoni? Ku jetoni, ju nderuar? Unë Aroskovec. Në fshat? Jo, po ka punuar me naftën, nuk jetoj në fshat, po. Dashur. Pensionistët po. Pensionistët që kanë përcaktuar pra pensionet rurale, po, kanë përfitim 10.000 lekë të vjetra, po, me këtë shtesë, në rast se pensioni i tyre është më poshtë se 180.000 lekë. Më kupton? Po. Pavarësisht viteve të punës që ka. Po mua më merr pensioni urban, se kam punuar në shtet, më kupton? Nuk ka lidhje ku ke punuar, i nderuar, sepse rëzika ku jeton, jo ku punon dhe ku ke punuar. Nëse të përcaktuar në atë fletën që ti merr pensionin e ke pension rural, me pagesën që ke të pensionit sot, pavarësisht viteve, nuk e përfiton këtë shtesën prej 10.000 lekësh që përfitojnë pensionistët urban, në rural ndjes, dhe përfitojnë ata që kanë nën 180.000 lekë. Do të nuk ndikon se ku ke punuar? Jo, nuk ndikon as pak ku ke punuar. Po prapë si mua më duket e drejtë. As mua s'më duket e drejtë, nderuar. Jo, më fal Klodi. Edhe kodi penal tash ka lloj dënimesh, ka dënime me punë korektonse, me job, ka shumë variante. Edhe në fund fare, neni aqë, neni kaqëte. Neni aqë dhe kapëte, nga 3 deri në 5 vjetë. Edhe maj një supozim. Po, dakor. Po, ku hynë të kjo me pensioni, po mi? Më falë, të rikje trupi gjikush, edhe me vendimin i thot, mësheret në kjojë se Klodit, zotërit i dënosh ka strikt. Kurse varianti nuk e ka strikt, edhe këtut. I priashtu e fare, të punosh 15 vjetë, në 30 metrë në si. Nuk e di. Unë jam me ty. Më falë, ky pension urban, ky rural, ky i plot, ky i pjesë. Ne e kemi të paliqëm. Çfarë do lloj gjëje që do thuash, unë jam dakord me ty. Ja, më falë, diçka që do të them. Se kjo tani bonusi është vit për vit. Ashtu, misa që janar për janar. Do më thënë unë shokët e mi digjemi 5 janar. Këtu në 5 janar të tjerë ne nuk kemi me. Kjo është një vrasje me roni i vrarë të rinjë gjallë. Nuk e di. Jore nuk them se keni juve në gjenë dorë, po mund të qoni zemë tonë që në tojmë të tej. Pa tjetër që pojda, shu, kemi kohë që e bëmë diska tillë. Unë falenderoj shumë. Falenderit. Shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i Klodi. Urdhëroni. Nga Korça flasim. Korça, urdhëroni. Mirëmëngjes. Dhe gjë kam dërguar një këtu në Messenger. Po? Kam qarë dokumentat të vllajit këtu në kadastër. Mirë, po këtu kadastra, kjo hipoteka, më falë. Kadastra, mire ke. I ka dërguar në Këshillin Bashkiak. Tash unë kam qenë në gushtë, ku mund të drejtohem? Ku mi ke nisur? Në Messenger. Me çfarë emri? Po, zonja Miranda Poloska, thot po në emër të babait, ja thot Raq Petro Kosta. Nga data 20 i dërgova. Nuk ka shkuar akoma nga bashkia në kadastër, zoj. Po, që ka shumë koha, po... Po nuk ka lidhje, janë procese këto nderuar, gjithsesi mos bëni asnjë veprim deri në momentin kur të... Po, shumë faleminderit. Edhe një tjetër, unë dalë në pension në nëndor, po isha me kemp. Tash i bere ka ata të kempit unë edhe më doli kështu i përreshëm. Po? Unë duhet të bëj të tjera karta në nëndor që bëj... Nëse nuk ja u kërkojnë, jo. Mirë, faleminderit. Mirë, dashur, faleminderit e juve. Mirë pafshim. Gjithë të mirat, qofshi mirë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje, Klodi. Uleni zërin televizorit, zonjë, lutem. Përshëndetje, Klodi. Uleni zërin televizorit. Unë nuk kam zë televizori, unë mbyllur e kam. E mbyllë tani dhe e le pultin në tavolinë, po. Po. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje.
kemi muhabetin e atij pensionit. Okej. Kjo 10.000 lekëshja, si shpjegohet, na takon për 10.000 lekë për të marrë dhe morëm 8.000 lekë. Sepse do e kesh pasur pensioni 172. Jo, pensioni ishte 140. Sa ishte? 140. Po çfarë pensioni je? Një sekond tani, prit. Pension pleqërie plot. Po jo dhe jo i plot tani. Një vit dal. Si ka mundësi? Si del, ti si as në pension domethënë. Si? Zoj, do ma shpjegosh tani se çfarë situate je apo jo, se më the pension tani thua dua dhe një vit të dal. Jo, ka një vit që ka dal dhe u tha që 10.000 lekë për pensionet rurale. Po. Dhe pensioni rural që u shtua tek 10.000 lekë, që 8.000 lekë u shpërnda. Një sekond. Sa e kishte pensionin? 120. Jo, nuk ka mundësi të marrë 8.000 lekë. Po, 8.000 lekë. Shkam se të shpif apo të kundështoj ko, 8.000 lekë. Po se na del llogaria këtu me këtë skemën, prandaj. Atë zërin e prapë ngritë, të televizorit. S'kam fare televizor. E kam të ulur, fare 0-0. Se thashë të blenim dhe një televizor, se the s'kam televizor. Zonj, pensionet rurale që e kanë nën 180.000 lekë. Po të dëgjoj, se ju dëgjoj dhe vëmendjet e kam respekt. Marrin 10.000 lekë të vjetra, nëse dikush e ka 175 do marr 5, nëse dikush e ka 179 do marr 1.000 lekë të vjetra. Tani s'dish të them, mos ndoshta është bërë ndonjë gabim i cili mund të korrigjohet në muajin shkurt, në rast se është kështu si thoni ju. Po, faleminderit, po se konfirmohet 10 dhe merr 8. Ç'të them? Ndoshta është bërë gabim dhe të shohim muajin shkurt pastaj çfarë do ndodh. Në rregull, faleminderit, po thash thjesht po flasim mirë me Klodin se kam respekt dhe ngulin këmbë të gjithë, jo, nuk është shtuar, jo, është shtuar 10. Jo, 8. Dhe postieri konfirmon thotë jo, 8 takon thotë. Mos i kanë mbajtur 2 mishe postieri më. Jo, po ka shumë që si kanë marrë. O zot, po pse futeni te kjo shumica më? Lëreni më shifni më punën tuaja, ç'keni me shumicën se ankohet vet. Jo, mos ndoshta ka mbajtur, o zonjë edhe një herë, se ky shërbim i postës e llogarisni ju të shpenzimi apo jo? Mos ka mbajtur 2.000 lekë postieri dhe thua se shtuar. Jo, s'është e vërtetë kjo se e kemi pyetur dhe ato 1.000 lekë ato ja lëm vetmeve. Dakor, të pyeta. Shiko, atë faturën e ke të pensionit? Po. Të gjitha faturat një vit ka që ka dalë, i ruajmë aty. Sepse dyshojun që ka një gjë aty, po nese. Në rregull, faleminderit, mos ha kohë. Shkoj me tjetër, alo përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroj, dashur. Folëm të premten datë 23 për një kthim përgjigje, të një legalizimi. Nuk të dëgjova mirë, edhe një herë? Në datë 23 folëm për një kthim përgjigje legalizimi. Cili rast? Rasti, ta kam dërguar në 23 një foto të domun që më ka kthy përgjigjen më dhe më theti që shko merr një formular AV0 tek një noter. E bëre? Isa nuk lash noter pa kapur ata. Jo noter pa kapur, jo, te noteri që e ke bërë në fillim aplikimin. Po s'kam bërë as tek noter. Ku ma ke nisur që ta kontrolloj, s'të mbaj mend nga zëri, të lutem. Në WhatsApp. Po ku me çfarë numri? 3-4 në fund, 444. Një sekond ta shoh, e di, tani më kujtohet. Çfarë të thash, po të shikoj dokumentin që ke sjell. Dhe çfarë të thanë me qenë thua nuk ke punë me noter, neve ke punë kur të dalin leja, ajo, leja e legalizimit. Atëherë, nderuar në datën 15 janar, që ke marrë përgjigje, këtë përgjigje ti e ke marrë përmes noterit dhe du ta bësh tek i njëjti noter aplikimin e AV0-s. Më kupton? Jo, më këtë nuk ka marrë përgjigjen 15 janar në noteri, nuk ka në Luiznia, në Albania. Ti te noteri nuk ke bërë asnjë lloj aplikimi asnjëherë? Asnjë lloj veprimi te noteri. Po këtë vetë deklarimin ku e ke bërë? Këtë vetë deklarimin e patëm bërë që herët në që fillim kur u bashkia, por e kam çur tek një nga këto internetet tek e pasysh. Dhe ai mi plotsoi letrat i dërzova në postë. Pra, po e mban mend te kush ke shkuar apo s'është më ai? Ai dhe më tjetë.
Dhe mund tjetë ai çuni, pa i thosht noterë. Prandaj nuk ta kam bërë ata. Është thjesht një kështu. Prandaj nuk ta kam bërë noterë, pra, sepse duhet atje ku e ke bërë në fillim. Më kupton? Ata më thoshin një formularë zero, thoshte bëhet nga e para ose kur është kthyer përgjigja negative. Ti ke pozitive përgjigjen. Jo, po s'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare, thjesht hap atë procesin nga fillimi, por jo në kuptimin e aplikimit nga fillimi. Si duket ka qenë pa pagesë dhe prandaj s'ta kam bërë, është e qartë. Po lërë se do ta zgjidhur. Po vajta te 4-5 veta atje dhe luta. Po 8-4 njësoj nga. Lërë se do ta shohim, dakor? Mirë. Edhe mund ta bëjmë që këtë. Faleminderit shumë edhe ty. Për telefonatë, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. 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 Bëj një pyetje? Bëje. Vetë të bëj një pyetje është pyetje. Vetëm uleni zërin televizorin nëse është i lartë, ju lutem zoj. Një pyetje, ne jemi invalid. Po, duhet ulni zërin televizorin zoj më përpara. Po, më thuaj. Të një pyetje, ne jemi invalid. Ajo 6.000 lekëshja që thua ti që do jepet, kur do merret? Po varet sa e ke pagesën si invalide. Kemi në? Urdo? Kemi pagesën? 120. Sa? 120. 120? Po, e kam për gjithmonë. Ti paguash nga sigurime shoqërore apo nga bashkia? Në kush paguemi në kush paguemi në siguria shoqërore edhe në bashkia. Në siguria andej. Siguria ushqimore? Po. Më shaka. E dashur, po nuk e di pse se ke marrë 6.000 lekë, nuk e ke marrë po thua? Po, nuk kemi marrë, edhe kur do mirët. Po duhet ishte marrë nëse është kështu si thoni ju. Nuk e di, edhe në morëm edhe nuk e kemi marrë shtesën. I bie që të presim shkurtin pasaj, sepse mos ndoshta do jetë bërë ndonjë gabim. Sepse me sa më thua të takon. Nëse është kështu, patjetër. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Një moment, do të ndalemi pak se iku koha dhe nuk e pash. Flasim edhe një për pensionet private, kështu që ka shumë lehtësira dhe oferta. Shikoni, ajo që ndodh aktualisht sot në Shqipëri nuk është e rregulluar plotësisht me ligj në mënyrë që të funksionoj më në masë, kjo s'do të thotë që ka probleme, absolutisht jo, sepse në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në vendet e rrethnesh dhe përtej pastaj është tjetër gjë. Është një lloj kulture kolektive që njerëzit atje kanë përqafuar si ide dhe kjo rregulluar edhe përmes mekanizmave ligjore që detyron kompanitë apo dhe biznese që një pjesë të kontributeve për punonjësit e tyre ta kalojnë tek fondi privat. Dhe imagjinoni, vetëm 2% sikur të kaloj paga deklaruar në fondin privat, pensionit të del 2-3 fish më shumë se sa i shtetëror. Për shkak të skemës të sigurime shoqërore në shtet, që ne paguajmë aty sigurime shoqërore, shëndetësore, taksa, më thet, thashë, gjithë to me radhë, dhe pastaj, edhe nëse mund të jetë paksa i konsiderueshëm kontributi mujor, prapa ato llogaritit na çojnë te një pension që nuk të del as për 2 javë. Kështu që investoni gjysmën, po themi, të asaj se sa paguhet në shtet, në fondin Sigal, dhe pensioni është 3 fish më i lartë. Kjo është diferenca thjesht për ta kuptuar se ti jo vetëm që përfiton pension të lartë në fondin Sigal, por e përfiton këtë duke paguar pak çdo muaj. Dhe për më tepër aty pastaj siguria dhe garancia që janë më shumë se sa maksimale, sepse këto fonde janë fonde të cilat përdoren nga kompania për investime të ndryshme, dhe kjo përkthehet pastaj në kthim vjetor për 4.55-4.6% në vit. Ndaj edhe fitimi është patjetër më shumë dhe më i lartë, sepse është mënyra e konceptuar e tillë që qytetarit mos humbas asgjë. Edhe në rast se je në moshë pensioni dhe ke një depozit caktuar financiare në fond, ty nuk të humbet ajo dhe po të ndash nga jeta, sepse është ligjërisht i trashëgueshëm dhe e merr një nga familjarët e tu.
nuk ka klauzola në kuptimin apo penalitete që ti pse u shkëpute, nuk e kontribuar këtë muaj, nuk e kontribuar këtë vit, jo, është totalisht free, në kuptimin i lirë, dhe nëse ti në një periudhë prej 15 apo 20 vjeçare ke kontribuar qoftë edhe 10.000 lekë në muaj dhe kërkon që të gjithë të shumë ta marrësh, ta përvetësosh me njëherë, e merr së bashku me interesat pa pritur pensionin. Dhe nëse pritet pensioni, në pension në fondi Sigal, çdo kush del 5 vite më përpara moshës ligjore në shtet. Kështu që jepini vlerë paras tuaj, mos e humbisni, sepse ka shumë nga ata të cilët disa muaj kanë që janë bërë pjesë e fondit, dhe thonë që pse se kemi bërë para 10 vitesh. Dhe sot do të kishin një depozit shumë të mirë financiare. Bëjni dhe për fëmijët tuaj, të cilët kur të plotësojnë atë moshën madhore, po themi, do kenë një llogari bankare plot me para. Për më shumë telefononi në 069 40 61 438, mos e ngatroni, këtë numër është vetëm për pensionet private në Sigal. Bukur. Kemi kohë për telefonat tjetër? Mirëmëngjes. Tjetër? 068 60 54 639 068 99 00008. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Alo Klodi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes o yll. Po të falë të zotit ty, apo nëse sa i jep për këtë sancionin tuaj? Po ku digjohëm, se e ke hequr? Jo, nuk e kam hequr, unë mëngjes për mëngjes sy të shoh. Sot nuk po të shoh. Po unë po dëgjoj zërin tënd dhe timin televizor. Po nuk na jep, nuk ma jep mua. Po nga më peti mua që më more? Unë nuk të shoh, kam numrin. A ke numrin? Po. Po më thuaj. Për të përshëndetur të mora, Klodi. Sa e mirje. Ja, për televizori se nuk po të shoh, po pika se. Po pse nuk më shetë, është prishu televizori tani apo nuk e ka por a njuzin? Jo se është fikur televizori, po nuk e jep stacionin tuaj. Po pse? Ku du? Vute në kërkim. Urdhë? Bëj një kërkim, them. Po ku marrë veshun atë keqen në ajo të për kërkim? Po t'ja bëj burri pra, se në telefon merr ti, për hallet ti, për të përshëndetur ti. Burri ç'a bën aty? Burri është për të shitur fara. Atë falë të zotit të ja. I thash burit, ore, kërkoj aty qarë, nuk po shoh Klodin. Po ku ta gjej saj? Pa dal ta marrë një telefon ta shumë do, më përgjitjet. Ne në rregull e kemi këtë transmetimi këtu, nuk e di pse. Atë këshin e na jo të se kam në rregull. Mirë të falë të zotit të ja, ma se do vi, ku e dun. Po besoj po, se s'kemi... Qarë thot? I ka ikë mundja, thot burri. Ku i ka ikë mundja? Qarë thot, se se rëtoj? Miru pafshim të keqër, ti është mirë. A më le të shprej dhe i tani? Pa do foli ti. Hajde, vore kampion. Afroje telefonin, a? Tani po, urdho. Se për pak më doli ajo shpreja juaj. Më bëhet qefi që t'jeni shëndosh e mirë. Mirë jemi, si shna shikon, se ka parova. Pse do vi stacionit se ka që më njës që shikoj e apë me? Vetëm sot ka kryuar probleme. Se ne kafen e pim bash. E di se më ka thënë zonja. Dëgjo pak. Të keqe. Mos ka dal nga... Mirë pafshim Klodi, ti është mirë. Edhe juve. Pase... Ku ishte telefoni nuk fliste, sa u largua tani prap, publicitet vin pas pak në pjesën e fundit. Themi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Vazhdoje mor buri dhe, vazhdoje. Qyshje mor. Po vazhdoje. Mora rrugë për jaminë, apo natëna. Jepi. Apo zope sikma për më cinë. Çfarë zëri?
Fantastike. Nuk e di, më le kështu tani, domethënë. Po kam zërin origjinal të ati, e kam kënduar. Origjinal fare. Bravo, më. Origjinal e kam të ati. Na knaqe. Si e njërë, si duke. Mirë. Të gjofra të mirën. Si jeti? Të pjesë qik për pensionin. Ja, më thuaj. 102.000 leka. Shtesa sa më takon mua. 8.000 lek më kanë shtuar. Më takon? 8.000 lek i dashur. Ro, falinder, 1-2, da kam në gjithë tjatë. Po, pa tjetër. Për kombesimet, e marë? Cilin? Për kombesimet, që pagoj dytat, i marë parat? Po, e merë aktualisht kombesimin? Jo, nuk mi kanë quar atje, në Berdoro. Po, pse? Po, nëzora tani, dhe ajona, Albania atje, ndora atje me zartë, e qova atje dhe isha Allah në të marë të radhë. Po, mirë prata, di e ke quar? Bravo, po, ropë, Okej, në regull pastaj. Falinderi shumë. Si do ikësh? Do ikësha? Dhe gjo tani, përshëndes edhe me këngë blonja që. Ajde, jepi, se këtë do thoja, po thash mos u lodhe. Ropë, jo. O qo ku do vete, lule moj lule, o qo ku do vete, lule moj lule, latë moj në kur bete, lule moj lule, ti shka moj to të sjevete, lule moj lule. Falenderoj shumë. Të djosa të mirën. Pa. Falenderoj shumë. Gjithë të mira. E mbyllim për sot. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe. Si e Klodi, mirë? Mirë si jeti. Dgjoj tani, unë jam një qytetar. Këtu në Tiranë ka dalë pension në vitin 2019. Ashtu, me 36 vite punë. Faktikisht, mua nuk më kanë dhënë shtesë. Sa vite duhet që jam... Edhe një më falë, me sa keni dalë juve? Por da? Me sa keni dalë? Me 36 vite. Kur? Në vitin 2019. Se di me sa ka qenë atëherë? Po besoj në rregull e ke. Ku jetoni ju, fshat apo në qytet? Unë jetoj në qytet, të tëra punët i kam në shtet. Sa more? Të tëra i kam në shtet. Faktikisht më kanë... More shtes? Brdo. Jepi zë ati telefonit tëndë. Më thuaj. Dëgjon, more. Dëgjoj, more. Po zëri tëndë vjen shumë i vakët, përndaj, dëgjo. 36 dhe unë nuk ka marrë 31.000 lek sot të reja. 31.000 lek të reja pension. Dhe nuk ka marrë, nuk e di pse. Sa vite duhet të plotësoj qytetari, se këtu thanë për 35 vite që quhen të plota. Jo, nuk thanë ashtu. Ju kur keni dalë në pension, në cili vit? Në 2022, më the? Kam dalë në pension 2019. 2019, me 36 vite e disa muaj, apo jo? E 2 muaj. Bukur, jeton në fshat apo në qytet? Jetoj në qytet, o vlla. Sa e ke pensionin? 31.000. Edhe nuk more? Jo. Tani, sa duhet të plotësoj ju në vitet? Se mua më thanë 35, ti, sa duhet? Një sekund. Mos u largo pak. Nuk largohem figur, jo. Shiko, në vitin që ke dalë, ti në rregull je, sepse në atë kohë e ke fix periudhën për pension të plot. Dhe përgjigja ime është që ndoshta mund të jetë bërë gabim dhe merr muajin shkurt. Nëse është kështu siç më thua. Jo, se ka përshtypjen sikur thuhet, jo po duhen më shumë vite pune, jo po duhen 36 muaj, 37, e më të thash, prandaj. Ja ta gjejmë në 2014 sa ka qenë.
Një sekund. Çfarë pune ke bërë shumicën e kohës? Nuk largohem figur, jo. Jo, çfarë pune ke bërë thash? Qa pune, unë jam ekonomist. Kam punuar 5-16 vjetë në kohët e Enverit ekonomist në ndërmarrjen tregtare dhe pastaj erdha bëra ca muaj biznes, ca vite, si të them, pastaj në Bashki Tiranës dhe te Ministri Ekonomisë. Po kuptohet që pagat janë ditës edhe kujës. E kuptova. Nuk po modela jo lista tani. 35 vite ka qenë në 2014. Kështu që ti ke dalë me 36 ca, i plot i bie. Po jo vetëm kjo, po më kanë bajt, nuk e kuptoj se nuk e di çfarë detyre këti aty dhe si mund të komunikosh me një drejtor të i sigurimeve atje që ka filluar në tregtinë. Dëgjom me vëmendje, lutem. Të lutem dëgjom me vëmendje. Alo. Po të dëgjoj më zotëri, alo. Mirë që ta di se nuk të vjen zëri, jo figur përndaja. Po s'më vjen zëri, kur zëri nuk vjen kur nuk flet. Në vitin 89, ndërmarrja tregtare në të anë Gjirokastër u nda në 2 pjesë. Dhe një anë që në të anë, një anë që në të usi, që të më ishte ushqimi social. Dhe unë fillova punë më shkurt të vitit 89 të kjo ndërmarrje. Ashtu. Me që në vitin më 30 nëntor, kjo ndërmarrje u shpërbë. Një po si duket tek kur u shpërbë, shteti e më the thash, borderot nuk vajtën aty ku duhet venin në sigurime shoqërore. Të tëri kënë morën ca malet, ca morën fushat, edhe ande këtej. Tani unë, këti Karaj që është drejtor, unë kam njërë edhe Leonard Kuqi dhe është gati këta jo, ose janë të aftë, ose kanë një personel të aftë. Se duke marë punonjës të pa aftë, duke mërzitur njerëzit, mërzitet shteti, mërzitet qeveria, të çdo gjithë vi. Dhe nuk i kanë dhënë një vit dhe 4 muaj, 16 muaj, nuk i ka shkruar, nuk i kanë hedhur. Sepse nuk njohin, mirë ke filluar, thonë, por nuk duket data e mbarimit në livres. Kjo është e çuditshme. Sikur unë vazhdoj akoma të jem në ndërmarrjen në të usë. Megjithatë, unë dua të di këtë që të thash ti, pse nuk ka marrë këtë shtesën. Më takon apo jo? Kaq dua të diu pastaj. Me sa më thua po. Me këto që më thua të takonte, ndoshta merr në muajin shkurt. Nëse është diçka tjetër që nuk e di, duhet të... Unë quhem, dëgjoj, po të emrin, unë të kam bërë dhe një, Klodi, të kam bërë një mesazh atje. Nuk e di, nuk të ashtu do të... Në mesazher më duke se të ka ardhur, ashtu të kam dhënë dhe numrin e telefonit, po që se shiko e mirë, po që se më merë dhe unë të barë nuk ka nevojë. Po kush je pra, ma thuaj në Messenger? Unë quhem Vladimir Peshkëpia. Vladimir Peshkëpia, ma kam bërë me lë, nuk jo me lë. Që të jesh në sistem, për ndaj po them. Okej, mirë Vladimir, do flasim, faleminderit shumë. Do të bëj një pyetje, një Kim Karaj, çe ke ti? Nuk e di, Mamat Shice. Iki me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Shlarguar, me të drejtë. Zjati shumë Vladimiri. Vladimir, po, ndjes. Mr. Putin. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Klodi. Urdhëro. Mora dhe për di, unë jam në Elbasani, invalid pune, për dhe 33.000 lekë që nuk e marrë në bashkia, marrë vetëm 27.000 lekë. Po. Në të ditë do të këthej përgjigje për ditë në ditë. Jo, i nërua, nuk më ka ardhur akoma përgjigja, dhe dje fola me ata, sepse personi nuk ka qenë në zyrë, besoj sot ose maksimumi nesër. Nesër, ma prapu në për... Ma i përmëri telefonin, 068. Një moment. Prit. Ku jemi? Po. 068. 2019. 2019? Po, 404.
Faleminderit. Faleminderit juve. Gjithë mirë, po ju nuk e thoja dot atë unë, që thoni ju aty. Alo. Jemi në 7-8 minutat e fundit. Për sot, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesin. Udhëroni. Desha të bëj një pyet për pensionin. Po, më thuaj. Kam dalë në pension në gusht të vitit kaluar, me pension të plot 38 vjetë e 8 muaj. Po. Pensioni më ka zënë 229.000 lekë pa shtesat. Edhe kur mora pensionin tani në muajin janar, nuk përfitova asnjë. Kur kishit dalë edhe një më falë, se nuk e dëgjova mirë. Kam dalë në gusht të vitit 25. Me sa vite punë? 38 vite, 8 muaj, pension të plot. Po, ku jeton ju? Unë jetoj në Prenjas. Në qytet? Po. Në qytet apo në fshat? Sepse në rast se ke pensionin rural, nuk e përfiton. Unë kam pension, kam punë shteti. Jo, ku jetoni nderuar? Në Prenjas. Në qytet apo në fshat? Prenjas i fshat jam unë. Nëse pensionin e ke rural, nuk e përfitoni dashur. Shikoj tek ajo fatura që merr pensionin. Shikoj se mos ndoshta ke të shënuar aty ose në Jellbenia. Mua i sigurime shoqërore më tha që të gjithë ata që kanë dalë nga maji vitit 15 e mbrapa nuk e përfitojnë. Okej, mund të jetë edhe kjo pastaj. Po ti the 25, jo 15. Po, në 25 kanë dalë, në gusht. Po s'ka lidhje, ai ka thënë për ata në 2015-ën. Po dën mua këtë përgjigjen më dhave. Dashur, thjesht për shok të mi që kanë dalë po në 25-ën. Vetëm përcaktoje, në rast se ke pension rural nuk ju takon, sepse keni pagesën më shumë se sa duhet për të përfituar 10.000 lekshin e ruralit, më kupton? Po. Kështu. Faleminderit. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Klodi, mirëmëngjes. Urdhëro. Po Klodi, në pot në gjës e ka 2 orë, jo sot, po çdo ditë 2 orë i kam me ty. Faleminderit. Po këto pensione, këto dallim me banë mena për mena nërmarjes, edhe një për shembull në has. Këto ne kemi banë një punë, menator që 2, aje ka përfitu, unë jo. Po. Si ka mundësi kjo? Varet. E lexoj ka mbi 50 herë kam lexuar mandatin që kam të hes para aty të posta, edhe nuk lexon as një vend, as rural, as një gjë, as fshat, as qytet. E kuptova. Po se ti do ta shoh, e kupton se u bërë dhe unë. Sa ke pensioni? 320 me shtesat, ashtë të saktë, po, me shtesat 320. Ke pyetur që pse se more, apo jo? E kam pyetur dhe s'ka sërim, se për fatin të mirë to gji, e kanë tërhes gjithë institucionet, e kanë lviz në hasin Kukës. Ne du të bëjmë 150 km që të shkojmë atje. E para, e dyta, mëse kam bisedu me ty, dhe kam darë që t'interesohen për pensionin e shoqës. I kam ra ati numri që afishoni ju aty pensionit privat, 3 herë katë, edhe nuk më përgjigjet, sa për kusht të telefonin. Se di, unë ata flasë çdo ditë. Për ndaj atë numër më Klodje e kam marrë. Po që të them unë e ndërruar, do ta marrë tani në sytë tënë. Ja, Klodje. Po flasë çdo ditë me ata, o i dashur. Ose varet çfarë ore ke marrë, na pyet. Që në 8 mrapa, 8 dhe në 10. Provoj mere një në 9 e pas. Po mirë, Klodje. Faleminderit. Se flasë çdo ditë me ata, më kupton? Ajo tarifa Alviz, na 55-60 cent, ajo se kam takatin që ta marrë në përsinje për gjysëm, a ban? Si ta bësh? Gjysëm për shembull. Si gjysëm? 30 euro të paguajnë muaj. Edhe 10 euro paguan muaj. Ja, jo. Jo, po të them pra që nuk ka kufizime aty i nderuar. Jo. Nuk ka kufizime, dashur, më kupton apo jo?
Do thënë ti aty kontribon sa ke mundësi. Nuk është se ka një shifër të caktuar dhe thotë që më poshtë se kaq, jo, mund ta nisësh dhe me 20 euro, dhe 30, dhe 50, dhe 100. Po den 30, nashta mund ta njeh se. Po, patjetër. Ku jetoni ju? Në Has. Ke ndonjë zyrë si gali aty afër? Po. Shko aty edhe bëje direkt. Për 2 minuta. Përshëndes, Klodi. Faleminderit shumë. Edhe unë përshëndes. Faleminderit. Po. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Jam një qytetar nga Policani. Po. Joni? Të dëgjoj. Grua ime ka punuar në vitin 86-87, ndërmarrë bujësore fermë. Po në sistem nuk i dalin fare ato. Si mund t'i gjejmë ne këto? Sh'problem kjo. Çfarë moshe ka filluar punë? 18 vjeç. Do i njen nga ligji pastaj. Çfarë moshe është zonja? Do të 52 vjeç është. Urdhë? 52 është. 82? 52. 52. Do i njen nga ligji. Po, nga ligji, po, duhet kështu dëshmitar në këto gjyqe? Jo, dëshmitar duhet në gjyq, më thënë do njet nga ligji, se ligji i nje. Po, me fjalë. Po. Se më thonë ma futu pyet andaj këtë kemi pyetur, jemi interesuar, nuk na dalin fare. Do njihen nga ligji, më nderuar, do njihen automatikisht. Dakor. Më kupton, mos ki problem fare. Jo, duam që do të hedhmi që tani në libret, prandaj pyetam shumë. S'ka li fare, librezat janë hequr, s'ka më libreza. Nuk kam, Jo. Mirë, faleminderit. Pa me rak fare se e një ligjin në mënyrë automatike. Mirë, faleminderit edhe juve. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Si e Klodi? Si e ti? Mirë. Unë desha të bëjmë vetëm një pyetje. Po. Pse diskutojmë telefonuesit, do të thënë. Po. Urban rural. Po. Tesh. X-i, ose Y-i. Po. Para 90 ka jetu në fshat. Por, sikur ka bëha X-i, ka bëha Y-i punë në shteta, në kooperativa tjetër. Po, pse pensionet në rëshojnë sot në rural, pse? Unë si person kam ikë në Tiranë për shemb. Nëse më kupton. Të dëgjoj shumë mirë. Nëse më kupton, thash. Unë jetoj sot në qytet, ka shtesat ma tepër se sa ata që marrin që jetojnë në fshat. Po na bën leksion tani. Po na bën leksion, them. Jo leksion. Po çfarë bra? Por ai që ka punu njëjtin vend me mu, duhet me marrë pension sa marron. Okej. Tesh, kjo në rëshon, njënë që shtot 5, njënë që shtot 7, njënë që shtot 15, por pavarësisht të pasaportizimi mas 90, atë në rëshon, na këna, ose 70% e popullsi shqiptare ka kënë në fshat. Kur nëse ka kalu 30 me 70 nërsh. Me gjithë tam, unë se kuptej. Asun. Po kuptova pra. Por më dhe thamë që këta duhet me bënë. O kështu, o ashtu. Ose me hi të në revelave. Me gjithë ta faleminderit, mirë pashim, e lëshmirë. Të jap fjalën që do ta shohë emisionin kur t'itet në YouTube. Dhe të përpiqem ta kuptoj atë që thatë. Nuk kemi kohë po. Okej, faleminderit gjithëve që u bët pjesë e programit. Ne do të ritakojmë gjatë ditës në lajme dhe nesër në emision ditë bukur gjithë. Ju dëgjofshim.